Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin Rishtazi. Sot do diskutojmë për arsimin, në fakt për ligjin për arsimin e lartë, një nga çështjet më të diskutuara kohëve të fundit. Kjo çështje shihet nga aspekti se nëse realisht do të rrisë cilësinë e arsimit, diçka që është kërkuar prej kohësh në vendin tonë. Por e dyta, reagimet janë se në fakt më shumë do të dëmtoj universitetet, ndoshta edhe nga aspekti etnik do t'i dëmtoj universitetet në gjuhën shqipe. Por për të diskutuar këtë dhe më shumë, të ftuar kam Bekim Fetajin, ai është rektori i universitetit më të ri ndoshta, nëse mund ta themi ashtu, Universiteti Nën Tereza. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën. Dhe Muharrem Xhezairi, ai është mësimdhënës, pedagog në Universitetin Shtetëror të Tetovës, por një nga arsyet sepse e thira ishte se kishte bërë një artikull që ndoshta nga moria e reagimeve në fakt kishte do teza që shkonin në shpjegim të asaj se çfarë do thot në fakt ky ligj. Tani, një nga arsyet tjera pse rektori është këtu, profesori Bekimi, është se jo më larg se dje kishte një debat publik ku pjesëmarrëse ishte dhe Ministria e Arsimit që në fakt edhe propozon këtë ligj. Prandaj Bekim Fetaj dua ta filloj me ty. Si e shikon universiteti që ti drejton këtë propozim ligj? Po, në fakt janë dy ligje, ligji për arsimin e lartë, propozim ligji për arsimin e lartë dhe propozim ligji për kualitetin e arsimit e lartë. Këto të dy janë të integruar. Ministresha përmendi edhe ligjin për shkencë, po ende nuk është në ener, nuk është në sistem, edhe s'kishim mundësi ta diskutojmë, përndryshe këto të tre ligje janë parashikuar nga vetë ministresha, është deklaruar se do t'i zgjerë si paketë. Ne e kërkuam ligjin për shkencë, si ishte në ener dhe ministresha për momentin tha debatet do të jetë vetëm për këto dy ligje. Në përgjithësi, si universitet ne jemi për rritjen e cilësisë. Mirë po, për shkak se shumica e këtyre ligjeve janë të fushës dhe aspekteve juridike, ne krijuam komision nga Fakulteti Juridik në nivel të universitetit. Dhe ky komision u angazhua edhe pse 3 antarësh u kyçën gjithë gati se antarët e fakultetit. Dhe bën një punë shumë të madhe në brenda 2 javëve, gjatë të cilëve kishin ligjin, dhe brenda këtyre 2 javëve ato erdhën dhe na raportuan, domethënë me një takim gjithëpërfshirës, se kanë hasur në disa problematika dhe të cilët janë në kundërshtim me frymën akademike të universitetit për në përgjithësi dhe lirisë akademike të gjithë universiteteve. Reagimi është i madh, po cilat janë këto vështirësi që ju i theksoni? Janë shumë fushë. Fusha kryesore janë autonomia e universiteteve dhe liria akademike. Dyta është siguria juridike, e drejta e punës dhe mbrojtja e lirisë së drejtës punës. Parimet evropiane për liri akademike dhe standardet evropiane për cilësi, sidomos te ligji i ri për propozim ligji për rritjen e cilësisë ose kualitetit, i cili sipas tyre është edhe shumë më problematik dhe mbas elaborimit të rastit, domethënë një evident është që në 16 rastet ku flitet nenet, të cilët flitet për autonomi, në 14 nene, domethënë cënoi dhe ishin kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë. Në disa raste dikund 16% të raste ku përmendej e drejta e punës, domethënë vishin në kundërshtim me ligjin për drejtat e punës. Domethënë këtu Fakulteti Juridik kishin bërë një analizë shumë cilësore në aspektin se sa është në kundërshtim me ligje të tjera. Dhe normalisht kjo ngri një shqetësim më të madh dhe ne i thirrëm me një takim më të madh edhe gjithë anëtarët e stafit, ku kryetari i komisionit i ngriu shumicën e çështjeve nga këndvështrimi juridik, për shkak se shumica e nëneneve janë të definuar në atë mënyrë që dikush i cili nuk është jurist edhe nuk mund t'i kupton çfarë do ndodh në praktik faktikisht. Edhe mendoj se dha një sqarim shumë të mirë edhe se praktikisht shumica e neneve do të thuhen cënimi i drejtës së autonomisë të universiteteve, në sidomos
Pastaj në akreditime dhe me ligjin e ri për kualitet ose cilësi, akreditimi dhe mbyllja e programit studimore më vonë, basi është dhënë e drejta për fillim me punë me atë program. Ja, do t'i diskutojmë në fakt, si me thënë, hap pas hapi, sepse një nga shqetësimet është autonomia, që shkon përtej vetëm një ligji, por atë që edhe ju thoni që mund të ndodhe edhe mbyllja e disa programeve. Por dua edhe një reagim fillimisht nga Muharrem Xhezairi. Siç thash, kishte bërë një tekst, një artikull ku e analizonte tekstin dhe përsëri në të njëjtat linja disi dilte shqetësim kryesor ndërhyrja në autonomi. Nga ana tjetër, nuk mundem mos ta them që shumica e njerëzve duan të rritet cilësia, por ku do të jetë balanci? Si e shikon këtë propozim ligj dhe çfarë ngërthen ai? Si çdo punëtor arsimi që është interesuar me ngjarjet që ndodhin në arsim, ashtu edhe unë kam konsultuar propozim ligjin që është në diskutim publik për arsimin e lartë dhe sigurisht kam paraqitur vërejtjet e mia. Pse them se është një goditje autonomisë universiteteve dhe integritetit të universiteteve, për faktin se ju e dini që në Maqedoninë e Veriut ekziston një këshill nacional për arsimin e lartë dhe ekziston konferenca ndëruniversitare e rektorëve, të cilët vazhdimisht janë takuar pothuajse çdo dijavë dhe kanë bërë përpjekje për të ndërtuar një ligj për arsimin superior, për arsimin e lartë, duke i ndarë secili universitet kapitujt e vete dhe përmes debateve dhe analizave të thella, pothuajse janë shterur të gjitha dilemat me vetmin qëllim që të ndërtohet një ligj për arsimin e lartë, i cili do jetë në funksion të realizimit të cilësisë, në funksion të përkrahjes, mbështetjes së universiteteve dhe kuadrit akademike. Mirëpo që nga 24 mars 2024, me automatizëm formohet një grup punues, sigurisht në këtë grup punues, Ministria e Arsimit ka thirrje dhe përfaqësues të universiteteve për të ndërtuar këtë ligj që tani po e diskutojmë. Megjithatë, antarë të grupit punues patëm rastin nëpër media para një jave të shohim se thonë që nuk është verzioni të cilin ne këte e kemi propozu. E tash ky verzion aty për ati që po del në publik si verzion përfundimtar, lë shumë çështje për dëshiruar. Ne si qytetar për shembull nuk e dim se cilët janë këto antarë të cilët e kanë përgatitur këtë propozim ligj për arsimin superior. Sa janë marrë parasysh kërkesat e universiteteve ekzistuese, përfshi edhe universitetet private, të implementohen në ligjin. Përfshirja pastaj e antarëve nga jashtë në të gjitha organet e universitetit, përfshi senatin, rektorin ato, sikur dëshiron pushtetit të zgjat dorën në universitete. Universitetet në ndërkohë nuk janë ndërmarrje publike komunale, nuk janë drejtori komunale ato. Ja ta sqarojmë këtë momentin për publikun më mirë. Çfarë propozim ligji kur themi se autoriteti, qeveria do të ndërhyjë te universitetet me delegacion me njerëz, pra si është parashikuar? Po tash ne duhet te Këshilli Universitar duhet të përmendim se 5 antarë zgjidhen nga Këshilli i Universitetit dhe 4 antarë zgjidhen me propozim të Ministrisë së Arsimit nga jashtë universitetit dhe aty potencohet bila është edhe në numrin njëjës për shembull nga dhoma ekonomike, jo të dy dhomat ekonomike të përmenden që funksionojnë në Maqedoni, dhe një përfaqësues të Unionit Studentëve që përfaqësojnë. Megjithatë, mendoj se në vetë filozofinë e funksionimit, veprimtarinë e universiteteve, universitetet vetë duhet të vendosin pse nuk ka nevojë të delegohen njerëz nga jashtë në organet udhëheqëse të universiteteve. Për faktin se
sipas me gjithnjë më duket se cënohet autonomia e universiteteve. Profesor, a pajtohesh me këtë, domethënë që përfaqësues nga jashtë, sado që të jenë personalitete, sigurisht me titujt ndoshta, të mund të vendosin për fatin e universitetit. Se disi ashtu i bie pastaj, apo? Po. Këtu në fakt problemi kryesor është se organi më i lartë i universitetit për momentin është Senati, kështu ka qenë çdo herë. Tash propozohet një organ i cili edhe në ligjin ekzistues ekziston, por shumë poshtë në hierarkinë, është një këshilldhënës, një organ këshilldhënës, është quajtur i universitetit, sovet në universitet, si do të kishim Këshilli i universitetit. Po. Dhe ky propozohet që të jetë mbi senatin e universitetit, ku dikun 60% të antarëve do të jenë jashtë universitetit. Edhe i bie që prej këtyre 40% i propozon Ministria e Arsimit, disa vinë nga oda ekonomike e Maqedonisë, po jo nga ajo veri perëndimore, vetëm kjo, edhe përfaqësues të ndryshëm. Dhe në përfundim vim se 60% në vendimarrje do të jenë të jashtëm që s'kan lidhje me universitetin, mundse edhe se dinë edhe emrat e fakulteteve nëse i pyesim, dhe asnjë vendim nuk i tangon ato. Dhe këtu përshtohet pyetja, nëse do njësë se tangon asnjë vendim, mund të jetë edhe kështu edhe ashtu, para të është e njëjtë, atëherë si mundit vendimarrje të jepet një personi i cili nuk është as pak informuar dhe nuk e tangon asnjë veprim. Dhe këtu cenohet, domethënë, pikërisht autonomia e universitetit, për shkak se ingerencët e kanë aq të mëdha saqë mund të ndryshojnë çdo vendim të senatit, bile edhe të ndryshojnë anëtarët e senatit, bile të ndryshojnë edhe rektorin, nëse vinë e propozojnë si vendim. E tani, ju dje kishit një diskutim të hapur me ministren. Çfarë thoshte ministrja, ne diçka pam nga mediat, por megjithatë, kur ngrihen këto shqetësime, se ky propozim nuk është thjesht vetëm për funksionimin e universitetit, po hyn në esencën e demokracisë dhe të lirisë së veprimit, ku dihet që universitetet janë qendrat e mendimit, ku mund të ketë mendime ndryshme, ku mund të ketë propozime të ndryshme, dhe nëse ke një autoritet që i kontrollon dhe universitetet, atëherë çështja shkon përtej thjesht vetëm funksionimit të universitetit. Por ministria çfarë thoshte kur i ngritnit këto shqetësime? Po, pikë së pari këto janë edhe liri në cilët ne jemi të nënshkrues të Magna Chartës, domethënë lirive dhe të drejtave ndërkombëtare të pranuara, sidomos lirisë akademike, dhe kur i ngrim këto çështje se cenohet domethënë liria dhe autonomia e universiteteve, nga vetë ministresha u deklaru se në shumicën e këtyre dhe mund të ndryshojnë, është e gatshme të ndryshon, mirë po nuk është një ose dy, domethënë ne evidentuam nga vetë komisioni kemi shumë raste të tilla, domethënë është një numër i madh i rasteve. Unë kam një tabel këtu me statistikat e cilët na dhanë në përgatitjen këtij komision, domethënë neni 46 autonomia e universitetit, 83% të propozimeve bien ndesh me ligjet ekzistuese. Sundimi i drejtës 44% janë komplet, domethënë bien kundërshtim me gjyqjet me ligjin e kushtetutës. Me nenet e ndryshme të ligjit të kushtetutës, 9 për barazin ndalimin diskriminimit, 39%, neni 47 nxitja e shkencës, e cila është në kushtetutë, garanton, domethënë nxitjen është 11% të rasteve ka nene që bien ndesh me këtë ligj të kushtetutës. Liria e ndërmarrësisë dhe proporcionaliteti diku vjen nga gjithashtu nga 6%. Po mirë, a pyetja lind natyrshëm apo jo, Muharrem Xhezairi, kur ka kaq shumë kundërshtime, pse është bërë ky ligj me kaq shumë kundërshënie? Nga ana tjetër, pavarësisht se nuk i dim ne emrat, ju thoni që jo vetëm ju, po sa e kuptojmë, kanë marrë pjesë në ndërtimin e ligjit profesorë, të cilët duhet të jenë apo
të profesionalizuar në mos gjë tjetër, ose ta kuptojnë natyrën e mënyrës se si funksionojnë universitetet. Pse ndodh kjo sipas jush? Është nëse vetëm 83%, siç tha profesori, vetëm në një aspekt ligji është në kundërshtim, propozim ligji është në kundërshtim me ligjet e tjera, atëherë këtu ka një gjë që shkon. Zotin Azim, çfarë i kushton për shembull Ministrisë së Arsimit kur vendos që të hartoj një ligj për arsimin e lartë? Ti merr parasysh të gjitha propozimet e universiteteve, të gjitha universitetet përfshi edhe ato publike, dhe pastaj të jep edhe propozimin e vet. Dhe besoj se këtë debat nuk do kishte ekzistuar në qoftë se do kishte ndodhur kështu. Mirë, po dilemat që i shoqërojnë gjithë universitetet dhe gjithë ato punëtorë të arsimit, gjithë ato profesorë, gjatë konsultimit gjithnjë e më tepër, gjatë analizave që po referohet edhe rektori, ngrisin shumë çështje për të diskutuar dhe vështirë se do të pranohet nga komuniteti akademik kështu siç është paraqitur deri më tani. Urojmë që Ministria pasi të dëgjoj të gjitha këto vërejtjet, besoj se edhe në ditëve në vijim do të shtohet numri i vërejtjeve, reagimeve dhe të institucioneve tjera universiteteve, të reflektoj dhe të merren parasysh gjitha ato propozimet. Si i tillë, mendoj se anashkalon opinionin e të gjitha atyre mësimdhënësve, universiteteve, institucioneve të cilat ne themi sa ti zhvillohet dia ajo shprehja se universitetet janë truri i një kombi, edhe mos ta respektosh këtë, si duket është një anashkalim. Për çfarë si po ndodh kjo, pritet. E tani, e tha edhe profesori, do ta pyes, po a mendoni po një mendim lidhe me grupet punuese, për shkak se ne këtu e ngritëm këtë çështje, përmendet se kanë qenë të kyçur një numër i madh profesorëve dhe juristëve. Pikërisht vërejtja e fakultetit juridik është se personat të cilët kanë qenë të angazhuar në shkrimin e këtyre kanë lëshime fundamentale në njohurinë e ligjeve. Gjithashtu të koncepte fundamentale të arsimit të lartë, gjithashtu të hulumtimeve. Domethënë Web of Science është një librari digjitale e punimeve dhe Scopus është tjetër. Nëse rangimi i cili është cilësi dhe ne tentojmë që të kemi rangim të një universiteti në 100 parët, për shkak të pyetja për cilën rangim flasim, sepse nëse flasim për rangimin më të popullarizuar numër 1 është QS Ranking of Universities, është bazohet në kryekput në Scopus, në librarinë digjitale Scopus. Ndërsa ligji i ri propozon Web of Science, ti do të harxhosh gjithë këto mjete, të fokusohesh në një librari digjitale që nuk është as pak në nuk përdoret në rangimin e universiteteve tjera, që është rangimi numër 1. Në Web of Science fokusohet Shanghai Ranking, i cili është i treti në listën e këtyre 6-7 rangimeve të ndryshme. Dhe ato janë asociacione dhe agjenci që bëjnë rangime të ndryshme. Shanghai Ranking është nga Universiteti Shanghai dhe është një grup i cili mirret me metodologji të ndryshme. Edhe ato e marrin si bazë Web of Science, edhe nuk e marrin Scopus. Tash Web of Science dhe Scopus kanë dikon deri në maksimum 60-61% përputhje, i njëjti revist mund të jetë edhe aty, po ku janë ato 40% tjera. Dhe nuk do të thotë kjo se ti fokusohesh dhe e pamundson tash të jesh i ranguar në rangimin QS i cili bazohet në Scopus, me atë që se ke Scopusin askund dhe fokusohesh aty. Domethënë këto janë lëshime fundamentale të cilët dhe parashtrohet pyetja se flitet tash do dalim në thashëthame, se gjithsesi në ligjin për arsim të lartë janë 8 veta, jo 60 si deklarohen. Kush janë këto? Do thonë komisioni parashtoi shumë mirë pyetjen se do të kërkon me shkrim të dalin kush janë këto persona që kanë qenë të kyçur në hartimin e ligjit, për shkak se shumica e tyre kanë qenë në fillim në verzionin e universiteteve ose asociacione interuniversitar, po jo dhe ky verzion. Shumica e tyre kanë deklaruar se nuk janë në dije për këto versione punuese. Dhe në fund, domethënë del se në fakt janë 8 persona dhe ato janë të punësuar në Ministrinë e Arsimit. Persona teknik
që nuk kanë lidhje me juridikun, me arsimin e lartë dhe me ulëmtimin. Pra një shqetësim i madh është se nuk dihet ende se kush janë këto 60 persona që kanë shkruar këtë propozim ligj që po ngre peshë kaq shumë. Po më lindin dy pyetje. E para është që lidhet profesor me atë që them më herët, që ligji, kështu siç është ky propozim ligj, nëse miratohet, mund të ndodhë që të mbyllë edhe programe. Apo jo? Sa ka rrezik që të mbyllen programet dhe cilat mund të ishin ato. Dhe kjo pyetje pastaj më lidhet me pyetjen tjetër të logjikshme. A është ky propozim ligj me motive të pastra politike për të ndikuar pikërisht programe të caktuara, linja të caktuara ideologjike, mënyrë mendimi, se nëse siç thoni ju ka kontroll tek universitetet me njerëz nga jashtë, programet mund të hiqen, mund të vendosen të tjera, atëre a është një propozim ligj që ka një prapavi të fuqishme politike? Njëherë, ky ligj, nëse aprovohet këtë mënyrë, të dy ligjet, sidomos ai i cilësisë, për cilësinë e arsimit lartë, është shumë problematik për shkak se akreditimin me këtë ligj tash mund t'ja merr ministria një universiteti edhe një mbas fillimit të vitit akademik. Çdo të thotë kjo, ta thesh se çdo universitet, sidomos publik, konkuron dhe diku deri në prill dërgon numrat me të cilët për drejtimet që i ka të akredituar dhe sa mendon të hapen në vitin tjetër. Në shtator, deri në fund të shtatorit, ai merr leje për ministrisë se mund të fillon me këto programe studimore, me studime. Dhe ai fillon, dhe paramendoni tash në shkurt, në mars, të ta marrë lejen për një program akreditimi për të cilin ti ke regjistruar student, dhe dalin studentët tash në protestë, thotë si mund të ma marrësh ti ta merr ministria, ti zguzon të vazhdosh me të semestrin tjetër. Dhe ti bie në situatë edhe ndesh se me student dhe me prindërit, shko sqarohet ti atyre se nuk është faji jot, se dikujt i është kujtuar dhe ka marrë për X shkaqe akreditimin, për cilën në fillim ti pa e marrë atë ke pasur drejtet e ta hapish. Edhe nuk mund dikujt ja marrësh mbasi ke filluar, se fut në situatë të rëndë edhe prindët, edhe studentët, po edhe universitetin. Edhe si mund është ti t'ja hapish, pastaj t'ja marrësh, ose mos ja e pas pak, edhe mos fillon mos hynë në kështu situata delikate, ose mos nuk guxon më t'ja marrësh nëse ke hyrë në ose duhet të mbarohet cikli deri në 4 vjet për shembull. Ose lejohet të mbaron cikli, po. Sa ka rrezik të mbyllen drejtimet e caktuara në qoftë se miratohet ligji? Dhe ju e thatë që do ketë reagime nga familjarë dhe nga studentë, po prap sa është e rrezikshme kjo të ndodhë? Rreziku është shumë i madh, domethënë varet, gjithë ingerencat i merr ministri. Domethënë varet nga vetë ministri sa është ai i vendosur. Dakor. Profesor, edhe për ty pyetja, a mendoni që ka motive politike ndaj këtij propozim ligji? Dhe kur e bëj këtë pyetje, shkon përtej atij diskutimi shqiptaro-maqedon, se dua ta diskutoj edhe si do t'i preke universitetet shqiptare, se në qoftë se ndërhyjnë do ndërhyjë të gjithë universitetet, pavarësisht kush janë. Por siç thash edhe më herët, nëse bëhet një ndërhyrje e tillë ku ti delegon njerëz dhe sidomos i kontrollon dhe programet, atëherë ndoshta do të ndërtosh edhe një lloj ideologjie, një lloj mendimi. Zotin Azim, me këtë propozim ligj, më tepër dëmtohen universitetet e reja. Tani, a pyet ndonjëherë Ministria e Arsimit se për sa kuadro kanë nevojë universitetet e reja, që ky ligj të paktën atëherë të bazohet. A parashek ky ligj për momentin fazën kalimtare, se nuk është njëjtë universitetet të cilat janë themeluar para 20-30 vitesh, 50 vite, edhe universitetet që është themeluar para 9 vitesh. Edhe këto kritere vlen edhe për këto universitetet e reja edhe për universitetet që kanë një përvojë më të madhe dhe që janë të konsoliduara. Prandaj duhet ketë edhe një fazë kalimtare që ligji pra të vlej për të gjitha institucionet të arsimit lartë, respektivisht universitetet, e jo startin ta kemi me kushte të disfavorshme nga universitetet e reja. Sigurisht profesori rektori ka të dhëna edhe për stafin që institucionet që e drejton dhe një numër i madh i atyre profesorëve si rezultat i këtij ligji pra rrezikojnë vendet e tyre të punës edhe në universitetet tjera. Nuk po themi vetëm për
universitetet shqiptare, po për gjithë ato universitete që janë Po ja, do të marrë një shembull, për rrezikore. shembull Universiteti i Ri është edhe Universiteti i Shtipit, është edhe Universiteti Nën Tereza. Por patëm edhe reagime ku thuheshte se dëmtojnë universitetet shqiptare ose ato në gjuhën shqipe. Pse ky element etnik? Po shikoni, ndërtohen opinione, mendime. Njët të fillojmë prej për sa kuadro ka nevojë Universiteti i Tetovës dhe Universiteti Nën Tereza. Ju merrni para një jave, 2 jave, mund ta verifikoni këtë. Për shembull, Universiteti i Prishtinës hapi konkurs për 58 vende të lira, diku 28 profesor, 20 asistente kështu me radhë. Keni lexuar, keni parë ju këtu tek ne për ndonjë universitet të hapen kaq vende të lira. Edhe në qoftë se rreziku është këtu se ki liq në filozofinë e vetë ngërthen edhe plakjen e kuadrit mësimor. Profesorët të cilët dalin në pension nuk zaventësohen me kuadro të reja. Pamundsohet si rezultati këtyre kritereve të repta, pamundsohet edhe arritja e të gjitha atyre thirrjeve, kërkesave që i parasheh ligji për t'i plotësuar për të ruajtur vendin e punës. Dhe dini si është njeriu ndonjëherë kur nuk arrin dot t'i plotësojë të gjitha ato aspiratat të cilat i ka vendosur për t'i arritur, është në gjendje edhe të tërhiqet. Por shtrohet një çështje që punëtorët fizik u tërhoqën, po u tërhoqën edhe mjekët, tash po si tërhiqen edhe profesorët ku i do i ngel ky vend për të mësuar. Do të thënë ju shihni rrezik që me cilësinë e lartë që kërkohet një universiteti, praktikisht mos ketë profesorë që mund t'i japin ato lëndë, apo jo? Jo, problemi është në jo konstituimin e plot të universiteteve, sidomos këto të rritë. Për shkak se universitetet më në moshë, gjithë janë universitetet të vjetra. Janë futur parametra, domethënë 15 vjet ekzistencë të një institucioni, të pamundson studimet doktoraturës, të pamundson edhe të tjerën si më e ri. A dim se universitetet shqiptare janë më të reja. Dhe tash, nga ana tjetër, është dhënë leje për krijimin e fakulteteve, mirë por nuk tipet punësime të reja. Dhe ne jemi detyruar një kuadrin të cilën e kemi brenda fakulteteve të ndryshëm, edhe pse jemi universitet integruar, kemi drejtën që të lëvizim nëpër fakultete që të plotësojmë kushtin për 10 profesorëve. Mirë po shumica e tyre nuk janë bashkë të fushës, por ne jemi detyruar se s'na e punësime. Ne kemi hap 3 fakultete të reja, punësime 0. Edhe nga ana tjetër, e njëjti organ të dënon tash pse s'ke ti 10, a kënde ti stjep ato 10. Domethënë dora e gjatë e dënon dorën e majt, pse s'ka, domethënë kriteriume që vetë nuk t'i jep. Nga ana tjetër, në shoqëri kemi dëgjuar shpesh që megjithatë duhet të përmirësohet cilësia e arsimit. Fakti që universitetet janë shumë poshtë nëpër lista të ndryshme është një tregues. Tani ku do ishte balansi sipas jush edhe të përmirësohet cilësia, por edhe mos dëmtohet autonomia, sidomos autonomia që është një nga kushtet kryesore për lirinë e mendimit, për vetë mendimin, por edhe për të ndërtuar si më thënë institucione moderne, se duhet shkuar edhe me kohën, nuk është thjesht çështja e vendimit të standardeve të larta, nga ana tjetër më kupton nuk janë në potpurshmëri me tendencat, me trendet. Këtu duhet të kthehemi tash te çfarë është cilësia dhe çfarë është rangimi. Për shkak se këtu kemi një paradoks të madh. Rangimi i universiteteve bëhet sipas numrit të ulëmtimeve që bëjnë ato dhe publikimeve. Universitetet e ne, ministria e paguon për mësimdhënie. Dhe ku është paradoksi këtu? Ti paguash për mësimdhënie, nuk paguash 0 ke për ulëmtim për shkencë. Dhe ka një shpërblim bazit ti të publikosh, po ajo është mbas. Edhe nga ana tjetër ti vjen paradoksin se ministria të paguon për mësimdhënie, thirrje ti jep në bazë të ulëmtimeve, edhe rangohesh në bazë të ulëmtimeve, gjë që nuk është parashikuar askund. Edhe i fut me një situatë interesante, paradoksale, që menaxhmenti tash nuk din a ti vlerësoj për mësimdhënie, dhe ne tankon kërkojmë profesorëve të jeni të mirë në mësimdhënie, të mbani orët në rregull, a këndej u futën kritere për ulëmtime, për faktorë të ndryshëm që kanë bërë me ulëmtime, atë holla nuk u ndan për ulëmtime, nuk u ndal as kohë, as parashikon kohë, dhe nuk i parashojmë, nuk i thirrim, çfarë ke prezantuar ti, se nuk është parashikuar me ligjet. Ligjet
janë një situatë të paqartë, paradoksale, edhe këndej cilësia, po cilësinë nuk e trajton mësimdhënien, cilësia e ke vetëm hulumtimin. Po profesor, kur i thoni këto, janë shumë të logjikshme. Dhe kur ja keni prezantuar ministres në takimin që keni pasur, çfarë nuk reflektojnë zyrtarët e Ministrisë të Arsimit, ndoshta jo vetëm ministria, se ministria mund të jetë në krye të reflektuam se do të përmirësohen disa aspekte të mira. Për shembull, në marrjen e thirrjes akademike vlerësohet vetëm puna hulumtuese, po jo edhe e ligjërimeve. Domethënë, këtu bim ndesh me çfarë ne kuptojmë me cilësi. Domethënë cilësia edhe ky ligjëri është përsëri në mënyrë paradoksale nuk janë kyçë profesor që i kuptojnë këtë çështje. Tash duhet ndajsh fonde për hulumtime, hulumtimet janë patërcësueshme, mirë po në thirrje dhe në cilësi duhet mirët edhe mësimdhënia. Askund nuk përmendet mësimdhënia ose cilësia e mësimdhënies në asnjë dokument. Universitetet jemi për mësimdhënie kryekput dhe 99.9% ne jemi universitete mësimdhënësi. A është problemi te koncepti atëherë? Konceptualisht është lëshimi, po. Në qoftë se ne kemi laboratore të çfarë do lloj profesioni, po në laboratore ku do bëhet shkenca, ku do të bësh në qoftë se je ku diun fizik, kimi, të duhen proveta, gjëra kështu me radhë, informatik apo laboratore të tjera e kështu me radhë. Ndërkohë që këto zyrtarë që janë në ministri megjithatë janë njerëz të cilët kanë dalë nga këto universitete dhe e din llojin e universitetit që ne kemi. Prapë më duhet ta përsëris pyetjen si ka mundësi atëherë që propozohet diçka që edhe vetë ata duhet ta dinë që është e paarritshme, që në esencë ndoshta nuk është e keqe, nëse ne kemi fonde për studime, për hulumtime e kështu me radhë, atëherë të vihet edhe ky kriter. Ne kemi hulumtues, domethënë kategori të punësuar nëpër institute si hulumtues shkencor, edhe të ato është normalisht ato mirën vetëm me hulumtime shkencore dhe me projekte. Edhe atyre normalisht kanë laboratorët ku bëjnë hulumtimet, të dedikuar për këtë çështje. Ne universitetet jemi kryekput 99.9% mësimdhënës, nuk kemi universitete hulumtuese. Edhe kjo nuk është bërë kjo ndarje shumë pastër për shkak se në shumicën e universiteteve, sidomos këto evropiane dhe të Shtetit të Bashkuar, shumë qartë bëhet një distinkcion, është universitet hulumtues, është universitet i cili viret me mësimdhënie apo është një kombinim të dy. Unë e di se ju keni qenë pjesë e universiteteve më të mira në botë. Ose ndër më të mira tani, apo dhe kjo përvojë, këtë që diskutojmë dhe atë që e keni parë, si funksionon? Mendoj se ka nevojë, domethënë, të shqyrtohen shumë çështje. Lëshimi është në vetë konceptin. Arkitektura e mënyrës së funksionimit dhe definimit të cilësisë është problematike. Domethënë, nuk është qartësuar dhe është një paradoks që duhet të qartësohet. Domethënë, për momentin, gjithë financat shkojnë për mësimdhënie. Asnjë për financave që ju dedikohet dhe në buxhetin e ministrisë parashikohet nuk është për hulumtime. Domethënë, është çështje konceptuale e gabuar dhe duhet bëhet një ndryshim i madh. Edhe ta definojmë cilësinë. Cilësia nuk është vetëm rangimi. Rangimet bëhen edhe me qëllim më të mirë mundse. Në Web of Science dhe në Scopus, domethënë janë rangime të ndryshme dhe trupa të ndryshëm që bëjnë rangimet. Mirë po, nëse dëshirojmë të bëjmë rangimin për momentin, ne do rangohemi si universitet hulumtues. Po jo si universitet mësimdhënës. Ne mundohemi tash të përzihemi si universitet mësimdhënës në universitetet hulumtuese, ku s'kemi fonde, nuk dajmë fonde për hulumtime, edhe jemi duke ngatruar konceptet, domethënë edhe konceptualisht, domethënë ky ligj nuk i qartëson disa gjëra. Që cilësia në mësimdhënie nuk është askund nuk përmendet. Muharrem Xhezairia këtu. Vetëm një plotësim. Ajo që është edhe që bien si më tepër theksi fokusi vendoset në kërkimet shkencore, hulumtimet, se sa në procesin e mësimdhënies. Në fakt gjithë ne kemi qenë studentë. Procesi i mësimdhënies nuk përmendet askund bile. Shumë se sa publikime ke në revista me impact faktor, po thotë se kjo ligjërat ishte nivelit shumë të lartë, e mirë e kënaqshme ose pa kënaqshme. Prandaj defokusohet procesi i mësimdhënies bashkëkohore me gjitha ato aktivitete. Çfarë duhet të ndodhe që të kishte një ndryshim ligjor, rrënjësor,
leta tundeshte i gjithë sistemi, nëse mund ta themi kështu, por që të ishte në linjë të përmirësimit realisht të cilësisë. Ajo që është e rëndësishme të ndërtohet një trup i cili mund të identifikoj, të bëj një analizë me problemet me të cilat ballafaqohet arsimi i lartë këtu në Republikën e Maqedonisë, po mund të flasim edhe për arsimin fillor dhe të mesëm. Pastaj të formohet një komision nga palët e tanguara, njohësit e mirë të çështjes, të japin propozimet, le të jenë publike. Askush nuk është kundër reformave. Të gjithë ne jemi për reforma. Megjithatë, nga kush vijnë, sa frimojnë ato reforma, sa mund të jenë të realizueshme, a marrin parasysh karakteristikat mjedisore, kadrovike të institucioneve tona, apo ne vetëm duhet të themi se kemi në emër të reformave që të jenë të vendosura në letër dhe asnjëherë mos të realizohen. Keni frikë se kjo mund të jetë pragmatik jam, edhe gjërat duhet të jenë praktike, pragmatike, të funksionueshme dhe të realta. Kjo që po kërkohet është e pamundur të realizohet me aq njohuri sa kam në universitetet tona, një numër i profesorëve të cilët i plotësojnë kriteret. Ato mund të ndjehen komod, për faktin, por gjithmonë duhet kemi parasysh për gjeneratat të cilat vinë pas, të cilat duhet i zaventojnë ato mësimdhënës, ato profesorë, dhe ky ligj si ofrohet si i tillë është i disfavorshëm. Atëherë mund të ndodhe sipas jush mund mos ketë edhe profesor kur të tjerë do të për një periudhë kohore, mendimi im është do kemi vështirësi të mëdha. Atëherë do të vinë profesor nga jashtë? Nga jashtë sigurisht. Domethënë nuk ka mundësi tjetër. Po tendencat janë të tilla aq me sa lexojmë dhe kuptojmë ne, nuk në qoftë se ka një vullnet mirë nga ana e propozuesit, në rastin konkret Ministrisë së Arsimit. Nuk është tut edhe tërheqja e propozim ligjit. Po, se këtu do vijate pyetja e radhës, se është e logjikshme. Por a mendoni që edhe ja do ta përmbyllim bisedën, që fakti që janë përfshirë universitetet dhe jo vetëm shqiptare, po të gjitha universitetet në ndërtimin e këtij propozim ligji, është esenca e këtij problemi? Esenca e këtij problemi se është ndërtuar mbas kësaj që lexojmë nga njerëz sigurisht të cilët nuk e njohin në bërtham arsimin e lartë, nuk i njohin kushtet dhe mundësitë reale të universiteteve tona. Njerëzit që i njohin pra duhet kenë parasysh atë që paraprakisht biseduam, nga universiteti më i ri deri tek universiteti më i konsoliduar, sa fonde ndahen për kërkime shkencore, për hulumtime, dhe jo nenet të caktuara të ligjit jenë pengesa kryesore për një asistent të ri i cili dëshiron të arrijë karrierën e vet në thirrjet mësimore shkencore, me publikime, me marrëveshje, me projekte e kështu me radhë. Profesor, e njëjta pyetje, do kishte dashur të ishit përfshirë si rektor, si profesor në ndërtimin e ligjit, jo tani, po thjesht që në fillim në strukturimin e ligjit, e propozim ligjit? Po, patjetër, për shkak se mendoj se gjithë ato senatet e universitetit kanë një njohuri edhe në aspekt të përgjithshëm nga perspektiva e zogut të gjithë detajeve, dhe kyçja e tyre është kritike, nëse nuk i kyç do vim deri në probleme konceptuale, siç jemi tash. Për shkak se vim në situatë ku profesori i cili tankon paguhet për mësimdhënie, tash defokusohet nga mësimdhënia dhe lën bazore thotë se askush s'm krahason mua e mbaj unë mirë ose jo, askush s'kontrollon se ti s'ke gjithë mekanizmat i ke për ulëmtim tash. Edhe lën bazore atë si intereson studentët, thotë ai koncentrohet tash të shkruaj punime shkencore. E ka shndruar mësimdhënësin në administrator dhe hulumtues i cili tankon mundohet të shkruaj punime edhe gjatë ligjëratës. A mendon që ka shansa që ky ligj të korrigjohet apo duhet të tërhiqet dhe të ripropozohet? Ky ligj ka nevojë për ndryshime, domethënë është mirë që të tërhiqet dhe të kthehet senateve të universitetet, për shkak se ato i kanë parasysh shumë specifika dhe lëshime konceptuale arkitekturale që i ka vetë ligji. Domethënë në koncept ka shumë gabime, gjithashtu ligjore, që fakultetet juridike të mirën me këto çështje juridike, dhe është mirë këtu të kyçet edhe asociacione interuniversitar, që edhe menaxhmenti më i lartë i shoh gjithë aspekt, për shkak se sadokudo rektorët, prorektorët dhe antarët e senatit i kanë një këndvështrimi më të gjerë të gjithë problematikave. Pra mund të punohet edhe te ky ligj, nuk është që mund të hiqet komplet edhe të ribohet diçka e re.
mund punohet edhe ky ligj, dhe mund të themi, mund të ripërpunohet ky ligj, është mirë që të kthehet, ka shumë lëshime konceptuale dhe duhet kthehet, domethënë, konceptualisht të ripërpunohet. Për ju, profesor, të tërhiqje totale apo Unë jam i thari mendimit që të tërhiqet ky propozim ligj, të merren në konsiderat të gjitha propozimet e universiteteve që janë Republikën e Maqedonisë së Veriut, me seriozitetin më të madh, le të propozojë edhe Ministri i Arsimit atë çfarë mendon, po të ketë një bashkërisht nga gjitha këto institucione del një dokument pak më i qëndrueshëm, më funksional që mund të frymojë në institucionet dhe nuk paraqet pengesë, po paraqet rrethana lehtësuese për studentët, për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe për gjithë stafin akademik. Nuk mendoj se dhe jam i bindur se ndonjëherë kokëforcia për mos ndryshuar ka fituar betejat mbi universitetet, mbi akademikët, mbi studentët dhe mbi procesin mësimor. Andaj pres që në ditëve në vijim, sigurisht edhe Ministria të reflektoj edhe zërat dhe argumentet jenë më të fuqishme nga ana e universiteteve të cilët deri më tani nuk janë shprehur për propozim ligjin. Dhe tani, kur jemi këtu, duket përsëri ose hym në një fushë politike, domethënë reagojnë universitetet më të vogla, universitetet private, por jo ndoshta edhe universitetet e mëdha. Më falni. A duhet parë ky ligj edhe ta mbyllim me këtë se në fakt dëmton më shumë megjithatë universitetet në gjuhën shqipe, jo vetëm thjesht se janë më të reja, por ndoshta edhe për shkak të financave ose mënyrës se si do të alokohen fondet. Shikoni njerë, Zoti Nazim, me në numrin e të punësuar në këto universitetet, Nën Tereza dhe Universitetin e Tetovës, për sa kanë nevojë, me që nuk plotësohen këto vende, padyshim që dëmtohen. Nuk dëmtohet universiteti, dëmtohet i gjithë procesi i arsimit lart tek shqiptarët, dëmtohet. Andaj, me urgjencë, pra, gjithë ne duhet kemi parasysh se duhet fillimisht plotësohen ato kushte, me pastaj kemi të barabartë në start për gjitha sfidat që mund t'i parashet nesër ligji. A prisni reagime nga universitetet e tjera, po aq sa edhe juaj? Unë jam pozitiv pres, për shkak se kjo na takon gjithëve. Këtu, nëse shohim statistikisht numrin e profesorëve, edhe pse si universitet publik jemi 2 universitete, Universiteti Nën Tereza dhe Universiteti Tetovës, në përqindje ne jemi 12% dikund me numrin e profesorëve. Edhe po aq me finance. Domethënë, është një përgjigje shumë e vogël krahasim se nëse analizojmë se jemi 6 universitete publike, 2 shqipe, për në ato 2 shqipe, domethënë, përqindja reale me cilën ne marrim pjesë është 12%. Edhe me numër profesorëve edhe në buxhet. Domethënë, duke shumë sikur nuk sjell balans pastaj në këtë aspekt. Po, nuk ka një balans të mirëfillt, edhe duhet të rishikohen për shkak se kam gjithë numrat statistika dhe mundshme, mirë po ka domethënë probleme këtu, sidomos siç u përmend universitetet e reja, sidomos këtu tangohet shumë Universiteti Nën Tereza për shkak se është krijuar, mirë por nuk janë dhënë resurse dhe mundësi që të zhvillohet dhe nuk janë plotësuar ato kërkesa ligjore. Domethënë nuk është respektuar ligji, se ligji të obligon të japësh universitet e krijon dhe nuk i jep. Edhe nga ana tjetër pastaj e padit për të njëjtën gjë që ti se ke plotësuar, se ke dhënë. I njëjti organ që është dash ti edhe të jep edhe të dënon, ose edhe të lejon edhe të ndalon. Edhe kemi shumë situata paradoksale që pak janë çuditshme. Mirë po, unë kisha përshtuar pyetjen pse ka nevojë kaq shumë të shpejtohet me një çështje shumë madhore, siç është një ligj për arsim. Pse shtyhet me kaq fuqi të madhe me shpejtësi që të gjithë e bëjnë dhe prandaj diskutimi ndoshta kalon në fushën e politikës, sepse nëse do të ndikosh në politikë apo në politikbërje apo në mendim, në mënyrë mendimi apo në ndërtimin e një brezi tjetër me ideologji të caktuar apo me mendim të caktuar historik kulturor, kjo është mënyra se si bëhet. Unë publikisht kisha kërkuar sqarim pse ka shumë shpejt, domethënë insistohet për një çështje madhore si ligji i arsimit lart. Kjo kërkon kohë dhe kërkon, domethënë, trajtohet në mënyrë të saktë nga organet të cilët janë adekuat dhe jo nga personat që nuk e dimë edhe kush e ka trajtuar këtë dhe ka punuar në këtë ligj. Domethënë, mungon shumë informata, kush kanë qenë ato 8 vetët që dalin këto thashë thëme dhe sa janë ato
jurist, profesionist dhe domethënë të fushës që i kuptojnë problemet që të mund t'i adresojnë në mënyrë të saktë. Unë i falenderoj, po, kishte një ndërhyrje të fundit? Vetëm si informacion, për shembull, ne nuk e keni versionin në gjuhën shqipe të ligjit, propozim ligjit që është në debat publik. Ky është një diskutim tjetër pastaj për mënyrën e përdorimit të shqipes ose jo, që është problem, pse mendon që nuk është vënë shqipja rastësisht apo është thjesht pjesë e atij diskutimi që po mirë, kur sa përdoret në gjuhën versionin maqedonisht, pse mos jetë përgatitur edhe në versionin shqip? Si rezultati i teknologjisë tash nuk besoj se ka ndonjë problem për të vendosur edhe versionin shqip. Është e mendësisë apo politike, si e shihni? Tash çështje mentalitetit tash. Okej. Ju falenderit shumë. Besoj që një emision nuk mund të zgjidhë çështjet, por mjafton të nxjisë mendime dhe të nxjisë sidomos institucionet të mendojnë rreth propozimeve dhe sugjerimeve që japim, sepse realisht reagimet ishin të fuqishme për këtë propozim ligj. Ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit ton. Dashur ndjekës, ne këtu do të mbyllim këtë podcast, sigurisht do të vim sërish bashkë pas disa ditësh, deri atëherë mirupafshim.